Popullsia e Shqipërisë zvoglohet çdo orë me 4 banor. Në krye të një dite, ne jemi 91 shqiptarë më pak, ndërsa në një vit paksohemi me plot 33.000 banor. Kështu mund të përmblidhet me një fjali rezultati i censusit 2023 që përllogariti popullsinë shqiptare. Shqiptarët po emigrojnë, gratë po lindin më pak fëmijë, të moshuarit po jetojnë më shumë, popullsia po të kurret. Shifrat ndryshojnë ndër vite, por jo trendi i pashmangshëm i rrudhjes dhe plakjes së popullsisë. Apo rrezikohet ekzistenca e popullsisë shqiptare me këtë të ardhme demografike? Është ekonomia në radhë të parë, ka shumë shpenzime ardhja një fëmije. Pamundësia për të mbajtur familje. Këtu nuk kena shumë fëmijë, vetëm unë e vllau. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria. Fëmijë si ke, fëmijës nuk i ke. Kanë që në 97-ën, që ka një kur. Për te debatit mbi shifrat, këndvështrimeve apo panoramave të ndryshme, qëndrojnë kokfort disa fakte. Ne jemi një popullsi më e vogël, më e vjetër, më e mpakur. Dhe nuk arritëm këtu në një ditë, vit apo dekadë. Po, është e vërtet që këto fenomene kanë prekur tashmë të gjitha popullsitë në botë. Por Shqipëria po përjeton një tkurje jo të vogël. Është kjo që shohim sot në 2024. Arsyet që arritëm deri këtu janë disa, por më kryesoret janë 2: emigrimi dhe ulja e linçmërisë. Ne do t'i marrim me radhë në analizë, në një këndvështrim nga Vermoshi në Konispol, me histori njerëzore dhe të dhëna ndër vite. Kur flasim për popullsinë shqiptare, vinë ndarse dhe krahasuese mbetet viti 1990. Pas këtij viti, popullsia e Shqipërisë ra në mënyrë drastike, nga 3.2 milion në 2.6 milion. Në vitet e para pas demokracisë, faktori i vetëm që ndikoi në uljen e popullsisë ishte emigracioni. Sipas të dhënave të Instat, në një vit Shqipëria numëron 50.000 njerëz që emigrojnë. Gjysma e popullsisë shqiptare të lindur në Shqipëri jetojnë sot jashtë kufive të saj. Një nga problemet më kryesore, më të dukshme dhe që e bën më të vështirë jetën këtu, është shpopullimi. Shpopullimi është në një masë shumë të madhe. Pothuajse të rinj dhe fëmijë ne nuk dimë më të kemi këtu. Nuk mund t'u imponojmë ne fëmijëve që mos ikë. Ata janë të rritur dhe bëjnë zgjidhjen e tyre. Të rinjtë e para s'kanë ku punojnë. E dyta, nuk kanë ku arsimojnë fëmijët. Dhe ç'është më kryesorja, të rinjtë nuk krijojnë dot më familje. Para viteve 90, faktori emigracion ishte 0. Ndaj popullsia njihte vetëm rritje. Shtuar këtu edhe bumin e lindjeve nxitur nga politikat e kohës së komunizmit për shtimin e popullsisë. Por gjithçka u përmbys me ndryshimin e sistemit. Sot, 34 vite pas atij momenti, pamja e shumë fshatrave nëpër Shqipëri është kjo. Dryni është detaji që i përbashkon nga Saranda në Shkodër, nga Gjirokastra në Kukës. Edhe në Konispol, një zonë që ka akses të lehtë në Greqi për arsimim, shëndetësi e blerje, sërish sytë e të rinjve janë përtej shtetit fqinj. Të rinjt shikojnë më mirë një jetesë më të mirë, shikojnë një jetesë që të ketë lek. Pra të ardhurat e tyre nuk i matin më në Shqipëri, i matin jashtë shtetit. Në Greqi, në Gjermani, në Zvicër, në Angli, për shembull shkollat avash po mbyllen. Arsyeja e ikjeve masive të rinjve thuajse në 2/3 e rasteve është ekonomike. Është hetuar kjo me pritshmëritë për të përmirësuar standardet e jetesës dhe gjetjen e një pune. Rritja dhe vështirësia e jetesës, rritja e pretendimeve dhe pritshmërive për më shumë komoditet dhe hapësira dhe mundësi,
rritja e nivelit inflacionit, rritja e produkteve dhe shërbimeve bazë, e cila ka ardhur progresivisht, tregon dhe rrit pakënaqësinë e individit dhe zhgënjimin e tij, ku përmes sakrificave të punës gjatë gjithë muajit nuk arrin dot të përmbush nevojat bazike dhe elementare të familjes vet.